Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'd wa ba'd. Hamdi, adhurimi janë për Zotin xhallashanuhu, atë adhurojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk meriton të adhurohet askush tjetër me të drejtë përpos Allahut një, dhe dëshmojmë dhe deklarojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi i Allahut dhe i dërguari i tij i fundit. Paqeja dhe bekimet e Allahut qofshin për të, familjen e tij, shokët e tij, ata të cilët e pasuan dhe e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Pasni jemi në vazhdimsinë e ligjëratave në komentimin e librit Tri parimet dhe argumentet e saj, ku autori thot, nëse të thuhet cilat janë bazat, parimet që njeriu e ka detyrë të njohë, thuaj njohja e robit për Zotin e tij, njohja e robit për fenë e tij, njohja e robit për profetin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Është detyrë për çdo person i cili Allahu xhallashanuhu e ka ngarkuar me përgjegjësi fetare, qof mashkull apo femër, ti njoh këto tri baza madhështore. Këto janë gjërat e para për të cilat muslimanët dhe jo muslimanët do të pyeten posa të vendosen në varr ku do të qëndrojmë deri në pritjen e ngritjes nga varri për të shpërblyer me xhenet apo rrugën e Zotit për të ndëshkuar sipas veprave besimit që i kanë pas. Nëse përgjigjet sakt do të jetë personi që është pyetur me këto pyetje që do të pyeten të gjithë dhe nuk do të ketë përjashtime për asnjë, musliman dhe musliman, njeriu do të jetë prej të shpëtuarve. E nëse nuk i din përgjigjet, ashtu që ka në një hadith, se mi'tu nase yaqulun, kam dëgjuar njerëzit duke thënë apo thot kështu ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, atë ky njeri do të jetë prej të humbërve, edhe në varr do të merr dënimin fillestar dhe në ditën e gjykimit dënimin përfundimtar. Prandaj kur të pyetesh cilat janë tri bazat që çdo njeri e ka detyrë të njohë dhe të punojë sipas tyre, thuaj baza e parë, njohja e robit për Zotin e tij. Kjo është baza më e rëndësishme, sepse qëllimi është ta adhurosh Allahun me dije dhe bindje. Atë Allahun e njeh përmes asaj me të cilin ai e ka bërë veten të njohur në librin e tij dhe në gjuhën e të dërguarit të tij Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, si njëshmëria e tij, veprat e tij, emrat e tij dhe cilësitë e Zotit xhallashanuhu. Baza e dytë, njohja e robit për fenë e tij, me të cilën e adhuron Allahun. Kjo nënkupton të bësh atë që Allahu e ka bërë detyrë dhe të largohesh nga ajo që Allahu e ka ndaluar. Baza e tretë, njohja e robit për profetin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është ndërmjetësi midis Allahut dhe krijesave në përcjelljen e shpalljes. Nuk ka rrugë për të adhuruar Allahun siç duhet përveç se duke ndjekur atë që ka sjell Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ata të cilët dëshirojnë të adhurojnë Zotin xhallashanuhu duke e lënë traditën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ata kanë dalur nga feja, nuk janë musliman, ata nuk e besojnë as Koranin. Për arsye që në qoftë se do jenë Koranista të sinqert, do i morrin të gjitha fjalët, urdhat e Zotit që janë në Koran. E për fjalëve të Zotit që janë në Koran, që thëtë Allahu xhallashanuhu, atë të se ju ka dhënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam merreni, dhe atë që ju ka ndaluar ndalojuni, dhe çdo shtyllë e fesë islame, e cila ka në mënyrë të përgjithshme në Koran, e ka sqaruar tradita, fjalët, veprat e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Duke u nisur nga namazet të cilën e falem tani, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka porositur dhe ka thonë: "Sallu kama ra'aytumuni usalli", faluni ashtu siç më keni parë mua duke u falur, dhe Allah xhallashanuhu në Kur'an e ka urdhëruar namazin dhe ka urdhëruar me marr abdes. Dërsa Allahu nuk e ka cek sa herë në ditë të falemi, sa recate i ka namazit sabahut, drekës, ikindis, akshamit, yatsis, apo çfarë të thojmë kur të fillojmë me fal namazin dhe si ta fillojmë dhe si ta përfundojmë, të gjitha këto janë
prej Zotit xhallashanuhu nëpërmes Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra nuk ka rrugë për ta adhuruar Allahun siç duhet, përveç se duke ndjekur atë që ka sjell Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Autori i librit Allahu e mëshiroj fillimisht i përmendi këto 3 baza në mënyrë të përmbledhur. Pastaj sqaroi njëra pas tjetrës. Kjo mënyrë është më dobishme për mësim dhe më nxitëse për lexuesin, sepse kur njeriu e njeh përmbledhjen dhe e kupton, me pas dëshiron të mësoj hollësitë dhe kuptimet e saj. Këto 3 baza përmbledhin të gjithë fenë. Kush është Zoti yt, cila është feja jote, kush është profeti yt. Këto janë pyetje për sa robi do të pyetet në varrin e tij. Vetëm njohja e tyre nuk mjafton. Vetëm njohja e tyre nuk mjafton. Duhet edhe besimin e to dhe zbatimi i asaj që ato kërkojnë. Vetëm kështu robi shpëton nga dënimi. Besimin e këto 3 baza, se bashku me punën sipas asaj që ato kërkojnë, është shkaku që robi të mbetet i palëkundër kur të pyetet në varrin e tij. Ai nuk do të qëndroj i palëkundër veç se me këtë. Këto 3 baza janë përmendur së bashku në hadithin e Abbasit, axhës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, i cili tha se dëgjoi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam duke thënë: e ka shijuar ëmbëlsinë e imanit. Ai që është i kënaqur me Allahun si Zot, me Islamin si fe dhe me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam si të dërguar. Hadithin transmeton Imam Muslimi. E ka shijuar ëmbëlsinë e imanit ai që është i kënaqur me Allahun si Zot. Dhe ne padyshim që kemi në rrethin familjar dhe shoqëror që nuk janë të kënaqur me Allahun si Zot. Pastaj kemi edhe më shumë që nuk janë të kënaqur me Islamin si fe. Dhe në fund nuk janë të kënaqur se janë ummeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E padyshim, ata nuk e dinë dhe nuk kanë shijuar ëmbëlsinë e imanit, ashtu që e shijon besimtari, njësuesi i Zotit xhallashanuhu, pastaj pasuesi i traditës Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. A ka ëmbëlsime të mëdha për ne muslimanët në çfarëdo gjendje të jetës jetojmë? Në varfëri ekstreme apo në pasuri ekstreme? Kur e dim që Allahu është Zoti jon. Feja islame është feja jon. Dhe ne jemi pasues të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, për Zotin do të jemi me të lumturit të cilët ekzistojnë në kohën e sotit mbi sipërfaqen e tokës. Për arsye që e kemi arrit ato që kërkon Allahu nga gjithë njerëzit. Dhe Allahu xhaleshanuhu kërkon besimin e tij, besimin e fesë që ka dërguar për njerëzimin dhe besimin e profetëve, dhe ne jemi besimtarë që e kemi pranuar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam si vula e gjithë pejgamberëve dhe ne jemi ummeti i tina. Kush është i kënaqur me këto 3 baza dhe i thot ato me bindje pasi dëgjon ezanin kur muezini thot: dëshmoj se Muhamedi është i dërguar Allahut, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ati i falen mëkatet e kaluara. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kush thot kur e dëgjon muezinin, ashhadu an la ilaha illallah, dëshmoj se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, një dhe i pashosh, dhe se Muhamedi është robi dhe i dërguar i tij. Raditu billahi rabban, jam i kënaqur me Allahun si Zot. Wa bi Muhammedin nabiyan, dhe Muhamedit si të dërguar. Wa bil islami dinan, dhe me Islamin si fe do t'i falen mëkatet. E transmeton Imam Muslimi këtë hadith. Është prej suneteve, prej traditave që pak kush din, edhe pak kush e praktikon ata që e din. Kur muezini thot ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, me thonë që do. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa Muhammedin sallallahu alaihi wasallam nabiyan, kjo thuhet pas ashhadu an la ilaha illallah dhe pas fjalës ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sheikh Abdul Latif ibn Abdurrahman ibn Hassan, Allah i mëshiroft, ka thënë: të qenet i kënaqur me këto 3 baza është boshti rreth të cilit sillet e gjithë feja. Mbi to ndërtohen të vërtetat e dijes dhe të bindjes. Të qenet i kënaqur me këto 3 baza, cilat baza? Që Allahu është Zoti jon, Islami është feja jon, dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar jon, është boshti rreth të cilit sillet e gjithë feja, mbi to ndërtohen të vërtetat e dijes dhe të bindjes. E transmeton në librin e tij Ad-Durr as-Saniyya, vëllimi 8, faqe 355. Nëse të thuhet ty, kush është Zoti yt? Thuaj, Zoti im është Allahu, i cili me ka edukuar mua dhe i ka edukuar të gjitha krijesat me begatit e tij.
Ai është i adhuruari im dhe unë nuk kam të adhuruar tjetër përveç tij. Argument është fjala e Allahut të lartësuar ku thot Allahu xhaleshanuhu, falëndrimi takon Allahut, Zotit të botëve. Elhamdulillahi Rabbil alamin. Pastaj autori Allahu e mëshiroft filloi shpjegimin e hollësishme të tri bazave, duke nisur me bazën e parë, e cila është njohja e robit për Zotin e tij. Thot kur të pyetesh kush është Zoti yt, domethënë kush është ai që ti adhuron, të ka krijuar dhe të furnizon, e nuk ke të adhuruar tjetër përveç tij, thuaj me krenari dhe bindje. Thuaj me krenari dhe bindje. Zoti im është Allahu dhe i adhuruari im është Allahu. Unë nuk adhuroj askën tjetër përveç tij. Nuk i kushtoj asnjë lloj adhurimi askujt tjetër, nuk falem, nuk bëj sejdë, nuk therr kurban, nuk zotohem dhe nuk bëj tavaf për askën tjetër përveç Allahut të vetëm. Si të mos e adhuroj vetëm Allahun kur Allahu është ai që më krijoi nga asgjëja. Ai më edukoi me begatit e dukshme dhe të fshehta. Kush më largon brengat, kush i derdhi mbi mua mirësit, kush më furnizoi me të gjitha të mirat. Allahu i lartësuar thot, nëse do të përpiqeshit ti numëroni begatit e Allahut, nuk do të mund ti numëroni ato. Surët Ibrahim ajeti 34. Dhe ai është Zoti im dhe Zoti i të gjitha botëve. Ai ka mbuluar të gjitha krijesat me begatit e tij. Siç ka thënë Allahu në surën Hud ajeti 6. S'ka asnjë gjallës në tokë që të mos i ketë mjetet e jetesës prej tij. Ai di vendbanimin e saj dhe vendin e vdekjes. Të gjitha këto janë të shënuara në librin e qartë. Sheikhul Islam Ibn Taymija ka thënë: "Ar-Rabb, Zoti është krijuesi, pronari, furnizuesi, ndihmësi dhe udhëzuesi." Ky emër është me idenë për të përmendur kur kërkohet ndihmë dhe kur bëhet lutje. Që do thot Zoti, që thot robi, ja Rab, o Zot, më ndihmo, o Zot, më ndihmo. Ka kaluar një kohë gjatë kur njeriu nuk ekzistonte fare. Allahu i madhruar thot, vallë a nuk ka kaluar një periudhë kohore kur njeriu nuk ka qenë qenje e denjë për të përmendur në surën Insan ajeti parë. Pra ai ishte i paqen, nuk ka ekzistuar. Pastaj Allahu e krijoi nga mosqenia, e furnizoi me begati që të adhuronte vetëm Allahun xhaleshanu. Thuaj ai është i adhuruari im, të cilit ja kushtoj të gjitha llojet e adhurimit. Nuk kam të adhuruar tjetër përveç Allahut. Do me thënë nuk i përulëm as kujt tjetër dhe nuk ja kushtoj asnjë adhurim. Tjetër kujt, mjafton që Zoti im është Allahu që më krijoi dhe më furnizon. Prandaj vetëm Allahu e meriton adhurimin. Argumenti se Allahu të ka mbuluar ty dhe të gjitha krijesat me begatitë e tij është fjala e tij në ajetin e parë të Kuranit: Elhamdulillahi Rabbil alamin, falëndrimi takon Allahut, Zotit të botëve. Elhamd, falëndrimi është lavdërimi i atij që është i lavdëruar, i shoqëruar me dashuri, madhërim dhe nderim. Allahu është Zoti i botëve dhe çdo gjë tjetër përveç Allahut është botë, ndërsa unë jam një prej asaj bote. Shkronjat elif dhe lam të fjala elhamd tregojnë përfshirje të plot. Pra, të gjitha llojet e lavdërimeve i takojnë Allahut. Të gjitha llojet e lavdërimeve i takojnë Allahut. Ai është i adhuruari me të drejtë. Të gjitha ata që lavdërojnë dikën tjetër, në të vërtetë lavdërimi i tyre kthehet tek Allahu xhaleshanu. Për arsye që ai e meriton lavdërimin e përgjithshëm për çdo send. Allahu xhaleshanu është Zoti krijuesi, furnizuesi, pronari dhe rregulluesi i të gjitha botëve, njerëzve, gjinve, melekëve dhe çdo krijesë, qoftë shtazore, qoftë shpenzore, qoftë ujore. Shprehja botët nënkupton çdo gjë që ekziston përveç Allahut. Qofshin njerëz, gjin, male, pemë e krijesa tjera. E gjithë kjo quhet botë, alem, ndërsa Allah është krijuesi i saj. Bota quhet alem sepse është shenjë që tregon për krijuesin e saj. Unë dhe të gjitha krijesat jemi pjesë e kësaj bote madhështore. Të gjithë të nderuar besimtarë, kemi nevojë për Allahun që të na plotësoj nevojat dhe të na largoj brengat. Vetëm Allahu krijon, furnizon dhe rregullon gjithçka. Prandaj vetëm Allahu meriton të adhurohet.
pa i bërë askënd ortak. Ky është kuptimi i fjalës së sinqeritetit la ilaha illallah, la ma'budu bi haqqin illallah, nuk meriton të adhurohet askush tjetër me të drejtë përpas Allahut një. Nëse të thuhet ty, si e njohe Zotin tënd. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka tregu dhe ka thonë kullu mauludin yuladu ala fitr. Çdo fëmijë, çdo foshnjë lind në natyrshmërinë e pastërt. Çdo fëmijë lind në natyrshmërinë e pastërt. Pastaj tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se çka ndikon njohurinë, besimin që kanë fëmijët në zemrën e tyre për Zotin xhallashanuhu me janë ndryshu. Ka thonë ajo fe abawahu, prindët e tij, ju hawidani, au ju nasirani, au ju mejgjisani. Ka thonë prindët e tij ndikojnë që fëmia të bëhet qifut, apo të bëhet krishter, apo të bëhet me gjusi. Do thot, çdo njeri e njeh Zotin e tij me fitrën natyrshmërinë e pastërt që ka në zemrën e tij. Në qoftë se i pyetni fëmijët të muslimanëve dhe të krishterëve, edhe fëmijët e komunista më të mëdha qytetit tonë, edhe fëmijët e idhujtarëve më të mëdha qytetit tonë, pyetje rreth besimit. Para se me ndiku baba dhe nona dhe rrethi, kanë me besu dhe kanë me thonë Zoti është një, dhe nëse i pyet se ku është Zoti të gjithë kanë me thonë se Zoti është në qiell. Dhe nëse i pyet të krishterët, ashtu që kam pyetur para shumë vite dhe vazhdoj me i pyet, sa Zotë janë të gjithë kanë me thonë është një Zot. Pra ne e njohim Allahun xhallashanuhu me fitrën, natyrshmërinë e pastër që kemi në zemrat tona. Kjo është njohja e parë e çdo muslimani dhe muslimani. Autori thuaj e njoha përmes shenjave të tij dhe krijesave të tij. Për shenjave të tij janë nata, dita, dielli dhe hëna. Nëse të pyetet cilat janë argumentet me të cilat e njohë Zotin tënd, thuaj e njohja përmes shenjave të tij. Domethënë argumenteve dhe dëshmive që tregojnë për njëshmërinë e tij, për faktin se vetëm Allahu është Zoti dhe i vetmi që meriton adhurimin. Po ashtu e njoha përmes krijesave të tij, të cilat Allahu i krijoi pasi nuk ekzistonin, dhe i bëri argument për ekzistencën e tij. Çdo gjë në këtë univers, sado e vogël të jetë dëshmon për krijuesin dhe njëshmërinë e tina. Komentuesi i librit e Cekni Pozi thotë shiko me kujdes faqet e krijesave, sepse në to ka mesazhe nga mbreti i lartësuar. Në çdo gjë ka një shenjë që dëshmon se Allahu është një. Meditimi mbi krijimin e shton besimin dhe e lidh zemrën me Allahun. Meditimi mbi krijimin e shton besimin dhe e lidh zemrën me Allahun. Ibnul Qayyimi rahimullah ka thënë, gjërat më të dobishme, me të cilat shpenzohen frymardhjet, janë meditimi mbi shenjat e Allahut. Gjërat më të dobishme, me të cilat shpenzohen frymardhjet, janë meditimi mbi shenjat e Allahut, mrekullitë e krijimit të tij dhe kalimi prej tyre tek lidhja e zemrës dhe përkushtimi ndaj krijuesit e jo ndaj krijesave. Dhe shenjat më madhështore të Allahut janë nata dhe dita. Ardha e natës dhe largimi i ditës, pa u bashkuar asnjëherë në të njëjtën kohë. Secila pason tjetrën me shpejtësi. Secila pason tjetrën me shpejtësi. Pa ndërprerje. Ky rregull i përhershëm është nënshtruar për dobinë tonë. Ky rregull i përhershëm është nënshtruar për dobinë tonë. Po ashtu ndër shenjat e tij janë dielli dhe hëna. Dielli ndriçon gjithë universin, ndërsa hëna e ndrit natën. Të dy lëvizin në një orbitë të përcaktuar me përpikmëri. Njëri nuk e kalon tjetrin dhe as nuk vonohet. Allahu i madhruar thot në surën Yasin ajeti 14. As dielli nuk mund të arrijë hënën dhe as nata nuk mund ta paraprit ditën, secili noton në orbitën e vet. Asnjëherë prej tyre dielli dhe hëna nuk ndryshon rrugën e tij nga ajo që Allahu i madhruar e ka caktuar. Ky është caktimi të plot fuqishmit të gjithdijshmit. Ky diell, megjithëse është me përmasa kaq të mëdha, kur perëndon, bie në sejdë në arshin e Zotit xhallashanuhu. Çdo ditë. Ebu Dherri radiallahu anhu tregon, isha me profetin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në xhami në kohën e perëndimit të diellit.
Ebu Dherri, radiallahu anhu, tregon se isha në xhami me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në kohën e perëndimit të diellit. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam më tha: "O Ebu Dherr, a di se ku shkon dielli?" Unë thash: "Allahu dhe i dërguari i tij e din më së miri." Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tha: "Ai shkon derisa bën sejdë nën arsh." Kjo është fjala e Allahut të lartësuar dhe dielli lëviz drejt vendqëndrimit të tij. Ky është saktimi të plot fuqishmit të gjithdijshmit suret Yasin ayeti 38. E transmeton këtë ngjarje Imam Buhariu në Sahihin e tij. Po ashtu dielli kërkon leje nga Zoti i tij që të lindë përsëri. Kur i bjen Allahu xhaleshon në sejdë, kërkon që të lindë përsëri. Ebu Dherri transmeton: hyra në xhami, ndërsa i dërguari i Allahut ishte ulur. Kur perëndoi dielli, ai tha: "O Ebu Dherr, a e di se ku shkon ky?" Unë thash: "Allahu dhe i dërguari i tij e din më së miri." Ai tha: "Ai shkon dhe kërkon leje për të bërë sejdë. E jepet leje. Do të vijë një kohë kur do t'i thuhet, kthehu nga erdhë. Kthehu nga erdhë. Atëherë ai do të lindë nga perëndimi. Kthehu nga erdhë, ai do të lindë nga perëndimi, hadith transmeton Imam Buhariu. Në ditën e Kiametit, dielli do të mbështillet dhe do të mblidhet. Imam Muhammad ibn Jarir at-Tabari në komentimin e fjalës së Allahut, kur dielli të mbështillet e të humb shkelqimin, Surja Tekwir ajeti i parë, thot: kjo do të thot se një pjesë e tij do të mblidhet mbi pjesën tjetër. Pastaj do të mbështillet dhe do të hidhet. Kur do të ndodh kjo, drita e tij do të shuhet. Do të gjitha këto argumente që autori i ka cekur për ne dhe kanë cekur komentuesit e libës të tri parimeve për diellin që është një nga krijesat e Zotit, që i bjen Allahu xhaleshon çdo ditë në sejdë me perëndimin e tij dhe i merr leje Zotit xhaleshonu që të kthehet në lindjen ku duhet të lindë, është argument që dera e pendimit për gjithë robërit është e hapur derisa ne ngritemi dhe e shohim diellin duke lindur në lindjen e tij. Mirë po në qoftë se trashëgimtarët tanë, pasardhësit tanë, do shohin me lejen e Zotit duke lindur dielli nga perëndimi i tij, atëherë pendimi nuk pranohet nga njerëzit. Ky është rasti i parë, që lutim Zotin xhaleshanuhu mos ta arrijmë atë kohë, vetëm se ne të jemi në ndë, për arsye që atëherë do të jenë njerëzit me tek qim mbi sipërfaqen e tokës. Dhe rasti i dytë që nuk pranohet pendimi, thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kur vjen shpirti me dal nga trupi. Derisa ne pendohemi para këtyre dy momenteve, ta dim që Allahu xhaleshani pranon pendimet tona. E lutim Zotin xhaleshanu xhelalu me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta, na bëj prej atyre të cilët janë të lumtur, që Zoti i tyre është Allahu, feja e tyre është Islami dhe i dërguari i tyre është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ta besojmë, ta shijojmë këtë ëmbëlsi të imanit dhe t'i thrasim të tjerët që edhe ata të shijojnë së bashku me ne ëmbëlsinë e vërtet në këtë dynja, që është besimin në Zotin xhaleshanu, besimin në fenë e tina dhe besimin në të dërguarin e tij. Aqulu qawli hadha astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Zoti ju shpërblet të gjithëve.